Kievi dhe Washingtoni kanë nënshkruar një marrëveshje të promovuar nga presidenti amerikan Donald Trump që do t'u jap Shteteve të Bashkuara akses preferencial për mineralet dhe do të financojë investimet për rindërtimin e Ukrainës. Të dyja vendet nënshkruan marrëveshjen pas muajsh negociatash të tensionuara me pasigurinë që pluskonte deri në momentin e fundit. Pakti shëlbësor për të përmirësuar lidhjet e Kievit me Trump dhe Shtëpinë e Bardhë që përkësuan pasi ai mori detyrën në janar. Zyrtarët e Ukrainës kanë shpresuar se marrëveshja do të sigurojë mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s për mbrojtjen e vendit kundër Rusisë. Sekretari i thesarit i SBA-s, Scott Bessent, dhe zëvendës kryeministre e parë ukrainase Yulia Sviridenko u pan duke nënshkruar marrëveshjen në një foto të postuar në rrjetin X, ku thuaj se ky hap sinjalizon qartë angazhimin e administratës Trump për një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begat. Sviridenko shkroi se pakti parashikon që Washingtoni të kontribuojë në fondin e ndihmës. Përveç kontributeve të drejtpërdrejta financiare, SBA-ja mund të ofrojë edhe ndihmë të re, si për shembull sisteme të mbrojtjes ajrore për Ukrainën, tha ajo. Washingtoni nuk e trajtoi drejt për drejt këtë sugjerim. Shtetet e Bashkuara kanë qenë donatori më i madh ushtarak i Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë në vitin 2022 me një ndihmë prej më shumë se 64 miliardë eurosh, sipas Institutit Kiel në Gjermani. Para nënshkrimit, Trump përsëriti se SBA-ja duhet të marrë diçka mbrapsht për ndihmën ndaj Kievit, duke nënkuptuar depozitat e shumta të mineraleve të rralla. Duke njoftuar marrëveshjen, thesari i SBA-s nënvizoi se partneriteti njeh mbështetjen e konsiderueshme financiare dhe materiale që populli i Shteteve të Bashkuara i ka ofruar Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë. Sviridenko theksoi se marrëveshja lejon Ukrainës të përcaktojë se çfarë dhe ku të nxjerrë nga nën toka dhe se kjo do të mbetet në pronësi të Ukrainës. Vendi është i pasur me burime natyrore, duke përfshirë metale të tokës së rrallë që përdoren për elektronikun e konsumit, automjetet elektrike dhe aplikimet ushtarake. Ukraina gjithashtu ka rezerva të mëdha të hekurit uraniumit dhe gazit natyror. Minera globale metaleve të rralla aktualisht dominohet nga Kina, e cila është e përfshirë në një luftë tregtare mes SBA-s pas rritjes së ndjeshme të tarifave nga Trump. Sviridenko tha se Ukraina nuk ka detyrim me borxhin ndaj Shteteve të Bashkuara sipas marrëveshjes, një pikë kyçe në negociatat e gjata midis dy vendeve. Sipas saj, pakti përputhej me kushtetutën e Kievit dhe fushatën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian.